Shqipëria vijon të përballet me një krizë serioze sa i takon pasigurisë ushqimore. Rreth 163 ton produkte të pasigurta për konsum janë hedhur në tregun shqiptar për gjatë periudhës së janar 2023 shtator 2025. Ky njoftim nuk vjen nga autoritetet të vendase, por nga jashtë, nga Brukseli, përmes sistemit të alarmit të shpejtë për ushqimin në Bashkimin Evropian, i cili ka sinjalizuar vendin ton për prodhime shqiptare me përmbajtje të pesticideve apo produkteve të ndaluara në bujqësi. E teksa ne njoftimet i marrim, dy institucionet përgjegjëse, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit AKU dhe AKVMB, duket se marrin në masa me vonesë. Kjo pasi produktet janë rikthyer në vendin ton, janë hedhur në treg dhe janë konsumuar nga shqiptarët. Flasim për tonelata ushqimesh të pasigurta, por persona shumë të paktë vënë përpara drejtësisë. Janë kryesisht inspektor me më pak se 1 vit përvojë. Nga ana tjetër, një tjetër fakt shqetësues është përdorimi i pesticidit kloripofos, një pesticid i ndaluar në vendin ton, por me sa duket përdoret të gjerësisht në bujqësi. Sipas ekspertëve, ky pesticid futet në vendin ton në etiketimin biocide nga Kosova ose nga Greqia. Në një vend kur kontrollet e autoriteteve vendase mungojnë, kur laboratoret janë totalisht jashtë funksioni, kur presim gjithmonë vetëm të marrim sinjalizime nga jashtë, deri atëherë, me sa duket, qytetarët shqiptar do vijojnë të përballen me produkte të pasigurta.